ku sot do të flasim për babën e gjithë pejgamberve, për një pejgamber që pas ti të gjithë pejgamber që i ka dërgu Allahu Teala i ka dërgu prej lozës së tij, i cili është quajtur baba i mysafirëve, ka qenë i njohur shumë për zemërgjësinë e tij dhe për mikpritjen e madhe që i bënte mysafirëve, i cili ka jetuar para mira vjetëve para neve dhe i cili ka lindur në Babiloni, në Irakun e sotshëm. Është fjala për Ibrahimin a.s. Është fjala për një pejgamber të madh, prej të cilit kanë preardhën pastaj dy pejgamber të tjerë, Ismaili a.s. dhe Ishaku a.s., ku janë degëzu arabët edhe qifutët, jahudit. Të gjitha fetë qellore pranojnë Ibrahimin a.s., ne i thëjmë Ibrahim, se Allahu e quajti Ibrahim a.s., e sa të krishterët e quajnë Abraham. Jahudit pretendojnë që ka qenë qifut, krishterët thënë që ka qenë i krishter, e sa Allahu Teala jep vull gjithë kësaj polemike dhe thotë se ai ka qenë musliman, i pastërt, se ai ka qenë rob i mirë dhe i dërguar i Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu Teala thotë, ne i kem dhanë Ibrahimi qysh më parë mençurinë dhe e kem njohur mirë atë. Surat Al-Anbiya, ajeti 50 e ne. Allahu Teala i kishte dhënë mençurinë këtij djalit, gjersa ishte i vogël. Këtij pejgamberit Allahut Teala, se Allahu i din zemrat e robërve të vet. Dhe është ai i cili jep dhe merr, jep kujt don mençuri më tepër se të tjerëve, jep kujt don pasuri më tepër se të tjerëve, dhe jep kujt don më tepër fuqi se të tjerëve. Po dhe kujt don Allahu Teala ja merr dhuntit e veta. E pejgamberve u jepte mençuri dhe fuqi më shumë se të tjerëve, se i përgatiste për misionin e bartjes së mesazhit hynor. Tham se ka lind Babiloni në tokën e Keldeve. Tokën e Keldejve, të cilët kanë jetuar në territorin e Irakut të sotshëm, në fushën e Mesopotamisë. Pastaj krishterët thanë se baba i vet quhej Tareh, ndërsa Kurani tha se baba i tij quhej Azar. Dikush tha se emri i tij i babës ishte Tareh, po për shkak të idhujve ofiqin e kishte Azar. Por neve do ta quajmë Azar ashtu siç Allahu Teala e quajti në Kur'an. Thuhet që baba i tij ishte diku 7 kusur vjeç kur Allahu Teala ja dha Ibrahimin a.s. Dhe lindi thab në territorin e Irakut të sotshëm. Dhe qysh si i vogël nuk patohej me besimin e popullit të vet. Populli i tij ishin popull idhujtar që besonin në idhuj, por edhe dalloheshin edhe me një gjë tjetër, ajo është se besonin në yje. Ishin njerëz të cilët i kishin 7 yjet e mëdhaja dhe ishin të dhënur pas adhurimit të yjeve të Allahut Teala, që Allahu Teala në Kur'an na ka treguar se yjet i ka kriju që t'jenë zbukurim për qiellin, që mos mbetet vetëm i errët natën, po të zbukuroje sikur dritat që zbukurojnë një ambient, apo janë udhërrëfys për rrugtarët në bazë të yllit polar, apo arushës së madhe, apo ariut të vogël në bazë tyre që të orientohen në dedë dhe në tokë, apo rajman li shayatin, që Allahu Teala shejtanët përpara që hypnin një mbi një njëri tjetër për dëgju lajmet e qiellit se Allahu çfarë i urdhëronte melekt e vet, pastaj zbritnin në tokë dhe i informonin magjistarët, sihirbasët e ndryshëm, u tregonin se Allahu kishte urdhëruar që filan vendin të binte shi, apo të kishte thatësi, apo të ndodhte termeti, dhe në këtë formë jepnin një të vërtet, por pastaj e pshtjellnin me 99 rrëna të tjera, sikur që kanë hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por yjet janë krijesë për krijesave të Allahu Teala dhe nuk është e lejuar që ato të adhurohen sikur që bante populli Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam, pasi që Allahu e kishte zgjedhur për të qenë pejgamber,
nuk pajtohej me këtë besim të kotë të popullit të vetë. Edhe shumë si i vogël refuzon të shkonte dhe të adhuronte idhujt e tyre, të cilët i kishin në një faltore të vetën të tubuar, kishin prej të mëdhajve, të mesmive dhe të vegjëlve. Format i vendosnin ata. Merrnin prej drurit, merrnin prej gurit dhe i gdhendin, i skulpturonin dhe vendosnin se kush duhet ta luajë rolin e kuj, të këtij Zotit apo të atij Zotit. Nëse Allahu Taala është i vetëm, kul huwa Allahu ahad, thuaj Allahu është një. Allahu Taala nuk pranon shok, as ka lind, as lind kush prej tij. Dhe kjo e mundon të Ibrahimin a.s. Nuk ishte i kënaqur të adhuronte këta idhuj dhe filloi ta kërkonte të vërtetën. Ende Allahu Taala nuk i kishte shpall atij. Ende nuk ishte ardhur Xhibrili a.s. meleku i zgjedhur i Allahu Taala, i cili kishte komunikuar me gjithë dërguarit e Allahut Taala. Dhe Ibrahimi a.s. sikur që tregon Allahu Taala në Kur'an, filloi të hulumtonte dhe filloi me atë çfarë besonte populli i vet. Zakonisht neve jemi si njerëz të prirur që të ndikohemi prej rrethit ku jetojmë, duke nisë prej gjuhës tonë, veshjes tonë, kulturës, sjelljes, ushqimit dhe gjërat e tjera. Vende ku jetojmë, i përshtatemi atij vendit dhe bëjmë gjëra që i bën ai vet. Pasi adhuronin yjet, edhe Ibrahimi a.s. filloi të shqyrtonte në qiell dhe të mendonte a thu se këta janë zotrat e mi, dhe zgjodhi një yll nalt, të cilin ju dok më i madh, dhe mendoi se ai është Zoti i tij. Allahu Taala tregon në lidhje me këtë çështje. Dhe tha Allahu Taala, kur arriti nata, ai vreti yllin dhe tha, ky është Zoti im. Thuhet që ka qenë ylli polar. Dhe mendoi se ai është Zoti i tij. Po kur ai perëndoi, tha, nuk du ata që perëndojnë. Ishte i zgjut. Donte një Zot i cili do ta vëzhgonte atë dhe do dinte për të dhe do dëgjonte lutjet e tij dhe do shiqonte punët e tij. E jo të ishte Zot i cili do të perëndonte. E ylli është shumë gjë normale që me daljen e diellit, rrezet e diellit bëjnë që ne të mos i shohim vezullimin dhe dritën e yjeve. Atër çfarë tha? Unë nuk du Zot i cili perëndon. Pase kur e vreti hanën duke lindur, tha, ky është Zoti. E pa hanën, cila ishte më e madhe se sa ylli polar që kishte parë, atëherë tha, hana është Zoti im, është më i madh. Pasi perëndoi, tha, nëse Zoti im nuk më zon rrugën e mbar, me siguri do të bëhem njëri nga të humburit. Atër filloi pak me dyshun vetën e vetë. Tha, nëse Zoti nuk më zon, ku me qenë prej të humburve. Çfarë jam duke kërkuar në nërsirën e natës, dhe çfarë jam duke hulumtu. Dhe shpresoj që Zoti ta udhëzonte. E pastaj priti dritën e diellit. Dhe kur e pa diellin, i cili ishte më i fuqishëm në dritë, i cili ishte më i madh në formën e saj, tha, ky është Zoti im. Ky është Zoti im, ky është më i madhi, thot Allahu Taala duke i cituar fjalët e tij. E pasi që perëndoi, tha, o popull im, unë jam i pastër nga ajo që i bëni ju shok atij. Disa prej dietarëve kanë thënë se këtu Ibrahimi a.s. nuk ka qenë në hulumtim të Zotit tij, se ka qenë i përgatitur për me njohë Zotin e vet. Por këtë e ka bë për me i bind popullin e vet se ja se çka jeni duke adhuru. Dhe është tirë thush se është edhe ai sikur ata. Me ju thonë, ja që unë po e besoj këtë yll. Çfarë ndodhi me yllin? Perëndoi. Ha që po e besoj edhe hanën, këtë planetin tjetër. Çfarë ndodhi me hanën? Perëndoi. Po ha që po e besoj edhe diellin, i cili është më i madh. Çfarë do të ndodh me diellin kur t'i vije koha për të perënduar? Do të humbet. Edhe pse do këtë shumë i madh, me gjithë atë është duke lëviz me urdhën të dikuj. E pastaj i tha o popullim, unë jam i pastër pra asaj që ju i shoqëroni Zotit, Allahut Azza wa Jall.
Unë, si besimtar i vërtet, po e kthej fytyrën time ka ai që ka kriju qiejt dhe tokën. Tha unë, jam i pastër për këtë besimi që jeni ju duke e besu, o populli. Dhe unë po e kthej fytyrën time, unë nuk kam me adhuru këta zotrat që ju i adhuroni, se i pyetnin, pse ti nuk po vjen ja Ibrahim me adhuru zotin ton, pse ti nuk po vjen faltore me ne? Tha, unë jam i pastër për asaj që ju jeni duke adhuru. Unë do të adhuroj vetëm Allahun Azza wa Jall. Unë nuk do të adhuroj atë çfarë ju adhuroni. Unë nuk jam nga idhujtarët. Dhe populli i tij polemizonte me ta. E ky ju tha atyne, a mos dëshironi vallë të polemizoni me mua për Allah? A im ka udhëzuar në rrugën e drejtë? Unë nuk i friksohem atyne që i bëni shok atij, përveç asaj që Zoti im dëshiron. Të bëhet se Zoti im gërthen çdo gjë me dijeninë e vet, a nuk më lidhni mend? Si friksohem? Se fillon mi u kërcnua dhe me friksua dhe mi thonë, ti që po i refuzon zotrat to, pa a din çfarë të ndodh ty? A di që Zoti ynë ka mundësi me të bëjë ty kështu edhe kështu? Dhe me veçtë e mi kam pas rastin të dëgjoj njerëz të cilët kanë bestytni të këtilla që shkojnë pas tyrbeve të ndryshme, prekin gurzit e saj, muret e saj dhe mendojnë se ka dobi prej saj apo se vjen dami prej saj. Dhe ti kur i thu se kjo nuk bën, edhe nuk duhet me shku ti me kërku prej atyre të vdekurve se këto janë gurës, se nuk ka mundësi ty i vdekuri me të ndihmu, apo guri me të shëru, apo me të dhënë një kërkesë që ti po e kërkon, apo me trujt për një të keqes. Më ka ndodhur që të më thënë të tillët të cilët për fat keq, ndoshta duket që sharake, por janë shumë ignorante në çështjet e Zotit tyre, më kanë thënë, a di që ky mund me të një dhe me të bëj ty guri? Subhanallah. Mendon se tyrbja i vorri, guri, mbi vorrin e tij ka mundësi që ty me të bë guri. Ashtu edhe ata e friksonin Ibrahimin alayhis salam. Po ky i tha, si ti friksohem atyne që i bëni shok atij, duke qenë se as ju nuk friksoheni që i bëni shok Allahut, edhe pse ai nuk ka dhënë kurfar argumenti për ta. Prandaj kush prej këtyre dy grupeve meriton të jetë i sigurt nëse dini ju. Unë e tha, si mi u friksu zotnave t'juj, kur ju s'pi friksoheni Allahut, unë pse mi friksu zotnave t'juj, po ju veti keni bo. Po baba Ibrahimit a.s. ishte ai i cili veti i gdhente, i skalit të gurzit apo i gdhente drunt, dhe bënte presa idhuj të ndryshëm. Baba Ibrahimit a.s. ishte prej mjeshtërve të popullit të vet i cili bënte dhe skaliste zotra, kushtimisht po them, dhe i shiste ato në treg. Para mendoni çfarë absurditeti të merr një gur, të del në rrugë, në mal, të shiqojë një gur të qëndrueshëm, një shkëmb dhe të coptoje prej saj, e pastaj ta formsoje atë edhe në fund t'i bie sejdë atij dhe të kërkoje për atij që e gdhendi vet me dorën e vet. Dhe ky absurditet për fat të keq ishte realitet i kohës së Ibrahimit alayhis salam. E Ibrahimi alayhis salam filloi të debatonte edhe me popullin e vet, edhe me babain e vet, duke ja tërheq vërejtjen se atë çfarini duke adhuruar është e kot, dhe se nuk kanë mundësi këta idhë juve të ju ndihmojnë. Allahu Azza wa Jall tregon dialogun që ndodhi mes Ibrahimit alayhis salam dhe babait të tij, sikur që e kemi surat Maryam pra ajetit 41 deri në ajetin 48. Thot Allahu Taala, kur i tha babait vet, është fjala për Ibrahimin alayhis salam, o baba im, pse adhuron atë që as dëgjon, as nuk sheh, as që mund të sjell fare dobije? Pse o bab pelut atë që nuk të nin, që nuk të sheh, që nuk ka kur fare dobije prej ti dhe ti e din këtë punë? Pse po adhuron atë? Ky gur, ky drum, ky nuk nin, ky nuk sheh, s'ka dritë. U bo natë, u bo ditë, ky nuk sheh se ti e ke gdhen, ti e ke bo me durt e tua. O baba im, tha mu më ka ardhur dituri çfarë nuk të ka ardhur ty, andaj më paso mu dhe unë do të uzoj në rrugën e drejtë. O bab, Allahi mu më ka bo pejgamber dhe mu më ka ardhur ajo që ty nuk të ka ardhur.
Më ka ardhur drita prej Zotit, më ka ardhur udhëzimi prej Zotit, më ka ardhur dija dhe mësimi prej Zotit. Dhe këto fjalë që po t'i them ty janë prej Zotit ton, prej Allahut Azza wa Jall. O bab, mos e adhuro djallin. Djalli është i padëgjueshëm ndaj mshirusit. O bab, këta që ka jeni të i adhuru, tha janë të shejtanit. Shejtani ju ka shti me adhuru një gur dhe një dru. Andaj tha mos e adhuroni djallin, shejtanin. Se ai nuk e adhuron mshirusin, Allahun Teala. Shejtani nuk i ran sejdë Zotit, ju si po i bini sejdë shejtanit. Si po e ngoni të mallkumin që u mallku prej Allahut Teala, prej Zotit ton. O baba im, unë druaj se do të vinë ndonjë dënim nga mshirusi e do të bëhë shok i djallit. Po tutna o bab, tha se Zoti ka me dënu. Po tutna që ki mu bo shok me shejtanin e ka me të mashtru, e tën jeta ka me të kalu veç me ta, e kur mos ka me të lanë me dalë prej durve ti. Sa njerëz sot i shohim që në rinin e vet nuk vinë xhami, nuk falin, apo në rinin e saj nuk mbulohet, edhe thot ka kohë kur do të vinë xhami. Po kismet për Zotit, kur dan penzi, në saf parë ki hoq. Sikur disa që i shohim deri në penzi as vinë xhami, pastaj në paraqitën xhami. Apo thot ka kohë, një herë jam e re, kom bukurinë time, i hapi gjoksat, i hapi kombet, bëj këtë dhe atë aheng dhe qef, e pastaj kur të më rrudhet lëkura, kur të më humbet bukuria, ka vakt edhe unë e dikur ko me hy, edhe ko më ba në xhami. Ibrahimi a.s. edhe babës vetë, po dhe këtyre në një anë donë të mjë thanë, a me ndonë se që ashtë letësh me ikë shoqërimit të djallit shejtanit. Po sa plakun sot e shohim që nuk vjen as gjuma me falë në xhami, edhe ai sigurisht i ka thonë dikuj më heret, ka kohë në Pleqniko me hinë xhami, sot apo mundet me hynë. Po sa muslimania sot e shohim që ka vdek dhe i shohim fotografitë e tyne në për rrugë, lajmërimet e të vdekurve, që më herët kur na vdisnin gjyshet tona i shihnim me shamia në kokën e tyre. Dhe sa kur ishin pa shamia i dinim se janë që i qujt ke populli shkina, jo muslimanë. Sot, cila mundet ta shehtin ftyrën e saj, në veshën e saj, edhe pa lexu emrin dhe familjen e saj, mendoj se është musliman. Sot, për fat të keq, shumë për aty në femrave që ndoshta dikun qoshin e mendjes saj e ka pas mendimin se një ditë edhe unë do të mbulohem. Mirë po, kur u shoqërohesh me shejtanin, shejtani nuk lejon kollaj me u largu. Andaj prishe sot prishe punën me shejtanin. Nëse je pa namaz, sot tani me një herë e janë xhami, ezanin e parë përgjigju me zinit. Prishu me shejtanin. Nëse je pa mbulume, sot prishu me shejtanin motër. Sot, gjësa jetoj dëgju këto fjalë, me një herë thuj shejtanit, nuk do të lejoj të miqësohem me ty, do të miqësohem me Allahun. Se Ibrahimi a.s. kur u miqësu me Allahun Taala, kur refuzoi besimin yjen, han, diell, kur refuzoi idhujt, kur ju kthy Allahut, Allahu e bani Khalilullah, e bani dashur të vet. Bani edhe ti Khalilullah, bani edhe ti i dashur i Allahut Taala. Dhe kërko miqësim me Zotin, jo me shejtanin, me armikun e Zotit. A nuk meriton ai që po të furnizon mu miqësu me ta? A nuk meriton ai që të ka dhënë logjikën, shiqimin, dëgjimin, mendjen, shëndetin, riskun, çdo gjë që të ka dhënë? Nuk meriton të shoqërohesh me ta? Me fjalën e tij, me Kur'anin? Nuk meriton ta lexon fjalën e Zotit tënd? A nuk meriton ta dëgjon mësimin e pejgamberit, dërguarit Allahu Taala? Përgjigje sigurisht se ka me qenë, po. Edaj sot, këputu me shejtanin, këputu. Mos u shoqëro, se kur ki me dasht me u kthy, nuk ka me të leju. Sa je i ri, ke vullnetin, ke fuqin, ktheju Allahut, Zotit tënd. A i thau Ibrahim, a mos val për ju rrenë Zot në tonë. Nëse këtë, ti nuk frenosh nga kjo, me siguri do të gurzoj ande me lërë të qetë. O Ibrahim, tha, apo ju rrenë Zotën e mija. Këta që jem të i gdhe ndone, këta je të ju rrejti, diqka po mduket po mishan Zotën atë Ibrahim? Tha po, tha nëse ti vazhdon kështu, tha unë do të gurzoj ande me lërë të qetë. Si duket ka qenë punëtorin ku ahi ka bo
zotrat e tij. Andaj I tha kom me të gurzu, kom me gjujt me këta gur, që jep të I punu. Copat e zotnave të vet, I gjori që I bënte edhe mendonte se janë zotra. Në vend se Zoti ta mbronte këta njerëz që kishin deviju për rrugës Allah, këta I mbronin zotrat në thojza zotrat e vet. Se I dinin që janë të pafuqishëm me mbrojt. Tha më lërë qetë. Që I tha Ibrahimi a.s. Një shembull I mirë I dialogimit e vlat prind. Ani pse je ma I ri dhe baba nuk është me islam, nona nuk është me islam, dialogo me ta mënyrë paqësore dhe mënyrë të butë dhe me urtësi. Spjegojo rrugën e Zotit, jo me bërtim, jo me dhunë, jo me zor, po argumento, cito fjalë të Allahut, cito fjalë pejgamberit a.s. me butësi, spjegojo. Nëse refuzojnë, mos e bjerë situatën që të vinë në asi pozicione që ta shajnë edhe librin e Zotit, edhe sunetin e pejgamberit a.s. But dhe urt, mënyrë të urt dhe të but, bisedo me prindin. Dhe çfarë I tha Ibrahimi a.s. Jo, unë kom e ne, ty kom e të thirë se kjo rrugë e Zotit dhe ti s'ki qare pa ju bindë Zot. A I tha kështu? Jo, çfarë bani Ibrahimi a.s. Tha, paqja qoftë mbi ty o babë. Ti I qeth për me. Unë nuk kanë miqësohem me ty për këtë punë. Unë nuk do të bëj dhunë. Ti I sigurt për me. Unë nuk do të ushtroj dhunë mbi ty. Do të lutë Zotin tim të të falë, sepse ajo është I mirë ndaj me. Allahin, Zotin tem, ko me lutë me të falë ty. Edhe ko me lutë me qenë I mirë ndaj te, se ajo është shumë I mirë ndaj me. Edhe inshallah, Allah I ka me qenë I mirë dhe ndaj te. Dhe po ju le juve dhe gjithë ata që I luten ju në vend Allahut, e unë do t'i lutem Zotit tim, shpresoj se Zoti im nuk do të refuzoj lutjen time. U lut dhe u largu. Në fillim nuk e dinte që Allahu Teala nuk e pranon lutjen e muslimanit për jo muslimanin. E pranon Allahu Teala lutjen e muslimanit për jo muslimanin nëse është lutje për udhëzimin e tyre që Zoti t'i udhëzoj. Por nuk e pranon lutjen e muslimanit për jo muslimanin që Zoti atij në kufrin, shirkun e tij që bën me I dhënë të mira. E pranon nëse bën dua o Zot udhëzo prindit tim, I cili është jo musliman, udhëzo filanin që është jo musliman, Allah e pranon. Por të lutesh që Zoti t'i shtoj atij rrezikun, t'i jep shëndetin, t'i jep mirësi për mirësive të Allahut Teala, këtë lutje nuk e pranon Allahu Teala. Ti lutesh Zotit që kafirin ta shtijë në xhennet dhe ta mëshirojë Zoti, këtë lutje Allahu Teala nuk e pranon. Dhe Allahu Teala me shembullin e Nuhit alayhis salam na tregoi se kishte raste kur pejgamberi ishte vetë pejgamber, por djali nuk ishte. E ky ishte shembulli I kuj? Shembulli I Nuhit alayhis salam. Dhe sa këtu e kemi shembullin e dytë, kur djali është pejgamber e baba është kafir jo musliman. Dhe kësi raste kemi në familjet tona, kur baba është musliman I mirë, është burr I devotshëm dhe Allahu Teala e sprovon me evlat jo të mirë. Nëse s'ka punu me evladin, me djalin dhe vajzën, nëse ka dështu në edukimin e tyne, qysh fëmirinë e tyre të hershme pre moshës 7 vjeçare me urdhru me namaz, nëse ka dështu, e ka dënim sjelljen e tyre të keqe ndaj tij. Por nëse gjitha shkaqet ka marr dhe I ka bë edukimin ashtu siç është urdhëruar për Allahu Teala dhe pejgamberit alayhis salam, dhe megjithatë nuk ka ndalë të hajrit di se është I sprovu. Dhe nuk I pari dhe I fundet që sprovohesh këtë formë është sprovu edhe Nuhi alayhis salam me evladin e vet. Apo me gruan e vet. Dhe sa Ibrahimi alayhis salam u sprovu me prindin, andaj sa tri sot I shohim në për xhamia, të cilët vijnë e prindët e tyre nuk janë kërkont. Nuk vijnë as xhumë me fal. Pinë alkool, janë pa namaz. Punojnë për vendet haramit. Nonat janë të pabulume, pa namaz, pa sjellje islame, dhe I sheh fëmijët e tyre elhamdulillah janë të edukuar. Ose humni shpresat në udhëzimin e Allahut Teala. Të jeni të sjellshëm me prindët e juaj dhe të jeni të urtë në këshillimin e prindërve të juaj. Shtoni dua te Allahu Teala që Allahu të përmirësojë gjendjen e tyre. Që Allahu Teala t'u bëj shoqërues të juaj të mirë në këtë edhe në botën tjetër. Që Allahu mos t'u humbe të dashurit e juaj kur ju do të jeni me dashurit e juaj në xhenetet Allahu Teala.
kur ju edhe ne dhe musliman përgjithësi do t'jenë me Zotin e tyne, me pejgamberin e tyne dhe me pasuesit e tyne, lutni Allahun që mos t'u largoje edhe dashurit tuaj, prind, evladët, gratë apo dashamirët e tjerë. Dhe Ibrahimi a.s. filloi të polemizonte edhe me popullin e tij, të cilët në këtë apo në atë mënyrë insistonin që ky të vinte te ta. Dhe një ditë, para ditëve, ata u nisën në një festë të madhe që e kishin dhe dolën sikur shëngjergjet ta që i kemi, shënmitra dhe shëngjergjet e tjera që popullata del dhe kotë së kotë i feston, nuk e di pse del. Kështu thënë na kanë lënë të parët ta. Shumica e këtyne që adhuronin zotrat, edhe të Salih a.s., edhe të Hud a.s., edhe të tjerët, thënin, wa kadhalika wajadna aba'ana, kështu i kena gjetë baballarët, edhe të ne, pse festoni o njerëz, pse po e festoni shëngjergjen me 5 maj, pse po dilni nëpër rrugë? Çka kanë me thënë? Nuk di, kështu i kena gjetë, edhe që çështu do na me vazhdu, aheng, tregti, zbulim të avretëve, pirje të alkoolit, drogës, zina, dhe nuk e din pse feston. Muslimani e din pse feston Bajramin. E dim që kem kry Ramazanin dhe tani po hajmë dhe po pim, po i gëzohemi që 30 ditë kem kry një urdhën të Allahut dhe po shpresojmë se jemi liru për zjarmit të xhenemit. Dhe sa shëngjergjen për shka e feston? Për shka është kjo fest? Nuk e din. Natën e shtrikave për shka e feston? Natën e të vdekurve për shka e feston? A do më quva vampira, do më bëm me shtrika, për shka o vlla? Edhe ti motër musliman. Prandaj kishin edhe ata në lloje të këtilla të festave të cilët i festonin. Dhe e thirrën Ibrahimin a.s., por Ibrahimi a.s. nuk pranoi që dilte me ta. Dhe u shtir kin se është i smut. Prakisht harova të tregoj se Allahu Teala ja ndaloi Ibrahimit a.s. të lutej për babain e vet. Dhe tha Allahu Teala, Ibrahimi kërkoi falje për baban e tij vetëm për shkak të premtimit që i kishte dhënë atij, por posa ju bëhej qartë se ai ishte armik i Allahut, hoqi dorë nga ai. Ibrahimi ishte me të vërtet për plot dhëmshmëri dhe i mëshirshëm. Ishte i dhëmshëm, ishte i mëshirshëm. Dhe ka treguar Imam Buhariu në Sahihun e vet një hadith pejgamberit alayhis se Ibrahimi alayhis do të takohet me babën e vet në ditën e gjykimit. Allahu Teala ka me bë takim mes Ibrahimit a.s. dhe Azerit, babait të tij. E Allahu ka me tregu ftyrën e tij, i cili ka me qenë me pluhun dhe e Ibrahimi do t'i thot, atë kam thonë që të mos më kundërvihesh. Subhanallah, takimi i parë. Jemi dalë prej dheut dhe po shkojmë po të bohemi në botën e berzahut, në ditën e mahshirit. Dhe po e shef ftyrën e tij të pluhur, nosër dhe me sikur ditët kur i punon të ata idhët dhe rishta sa ishte ngjallë prej dheut, dhe po i thot babës vet, atë kom thonë o bab, mos më kundërvihesh, atë kom thonë, beso atë që Zoti më ka shpall mu, tha ja sot nuk do të kundërvihem. Kur e sheh njëri se qenë ka e vërtet takimi me Zotin dhe takimi me të kalumen e vet, bëhet shumë i butë, që tha sot nuk po të kundërvihem, sot çka të më thu kom e bë. Atër Ibrahimi a.s. ju drejtu Allahu Teala dhe i tha o Zoti im, më ke premtu se në ditën e gjykimit nuk do të më turprosh, a ka turp më të madh se babai të jetë në zjarr? Më ke thonë, s'ko me ta marr ftyrën, më keni mu në çdo rast, ka turp më të madh për mu se babën e kam në xhenem. Allahu Teala do t'i përgjigjet jo besimtarëve, u thot, u kam ndalu në xhenetin. Dhe kjo vlen për të gjithë. Nëse babës pejgamberit Allah nuk e jep xhenetin sa i ka bë shirk Zotit ti, nëse djalit pejgamberit Nuhit a.s. nuk e jep xhenetin sa i ka bë shirk atij dhe se ka besu pejgamberllëkun e babait të vet, rastin e Ibrahimit djalit të vet, se ka besu se ky është pejgamberi Allahu Teala. Dhe Nuhit a.s. i tha Allahu Teala, innahu laysa min ahlik, ai nuk është për familjes tënde ja Nuh. Ibrahimit a.s. i tha ai nuk ka në xhennet, pse? Ai që më bën shirk nuk ka vend për të në xhennet. Xhennetin e kom bë haram. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah nuk e fal kush i bën shirk. Dhe duhet shumë patur kujdes se besimin ton a e kemi besim që shna e ka mësu Allahu në Kur'an edhe pejgamberi alayhis salam në sunnetin e tij.
Atëherë kur u taku Ibrahimi a.s. me popullin e vet, kur refuzoi me shku, atane kur shkuan në festimin e tyne, shkoi Ibrahimi a.s. dhe i premtoi, tha ju kur të shkoni prej këtu, unë do të coptoj. Dhe këtë fjalë kishin dëgjuar disa për atyne. Dhe këtë tregim na e tregoi Allahu Teala në Kur'an. E pastaj kur shkuan ata, hyri Ibrahimi a.s. dhe i pa se çfarë gjëra kishin përgatit ata për idhujt e tyre. Pa ushqime të plota. Kishin fut gjellrat më të shijshme që i kishin për festën e tyre dhe jo kishin dhënë zotrave. Jesa neve besojmë se Allahu është furnizues i hyn, idhujtarët besonin se ata janë furnizues të zotrave të tyre dhe ju kishin përgatit gjellra më të mira për festë, për Bajram, dhe ju kishin thënë zotrave, hani, pini. Sa që dim vjen disa prej tyrbeve kur shoh e dhezin qirin natën dhe lajnë ujë e disa vende edhe peshkir. Pse? Se ai vdekurit do të qohet natën me marr abdes edhe me fshinj abdesin. Ndërsa qirin le ta ketë dritë. Do ta ketë dritë në varrin e tij ai i cili ka shku me dritën e imanit në zemrën e tij. Ai i cili ka vdek me zemër dhe mendje të errët dhe se ka besu Zotin, për ta është errësira dhe vorri. Ndash reflektorin qitjat e tyrbja se s'ka me pa dritë. Se Allahu ja ka bë terr në vorrin e tij dhe ja ka afru vorrin. Nëse dën ndash mbyllin 4 anë vorrin e tij dhe bën terrin më të madh, ai ka dritë. Se ka pas dritën e Allahut në zemër, e Allahu ja ndriçon edhe varrin që shka në hadith pejgamberit alayhis salam dhe ja zgjeron, aq sa i sheh syni në horizontet në djathtë dhe në të majtë. Atëherë çka bani Ibrahimi alayhis salam? Shkoi, sikur që tha Allahu Teala, tha pse nuk po hani? Kur i pa dhe filloi me utall me zotrat e tyne. Sikur që tregon Allahu Teala surat Safat ajeti 9 deri në 9. Kur i pa se që kanë përgatitur, i pyeti ata zotna dhe ju tha, hani mëre, pse s'po hani? Ç'keni që nuk flitni? Pse s'po folni? Sa ta rrinin, idhuj, çka kam të bë? Kam të fol? Idhuj. Ç'keni, pse s'flisni? I pyes ata dhe ju afrua atyne tinëzisht, duke i godit me djatën. Dhe filloi më mshu idhujve. Nëse jini zotra, a e nëll, që unë po të rej, unë po të thej, unë po të rëzoj për tokë. Mënal, nuk ishin fuqi, se s'kan fuqi as dëm me të ba, e as mirë, as nuk dëgjajnë, as nuk shohin. Se ishin të gdhendur prej dorës së njerëjut. Kur erdhen ata, kur panë se çfarë kishte ndodhur, kishte marrë Ibrahimi alayhis salam sakicën në dorë, pasi që i mshonte me djatën e vet, edhe i coptoi të gjithë zotrat e tyre më të madhin, ja la sakicë, disa thanë lidhi, disa thanë nguliti në trupin e idhullit më të madh. Dhe kur erdhen ata, u habitën, thanë, kush veproi kështu me zotët tanë, me të vërtet ai është zullumçar. Cili është ai zullumçar që na i ka bërë neve kështu në me zotën ata? E lypnin kriminalin sipas tyne. Kush më rëna i prishi zotna? Kush më rëna i thej zotnat? Ku met zoti i shiut? Ku met zoti i luftës? Ku metën zotrat e tjerë? Diku i ran mend se Ibrahimi alayhis salam kishte pashpërit diçka. Edhe kishte thonë, shiqeni se çka kemi bë zotnave t'juaj. Tha është një djalosh i ri, ndoshta ai ka dëmtu. E ka emrin Ibrahim. Tha thirr natë. Çfarë ndodhi pas të ne? Inshallah do ta mësojmë pas një shkputje të shkurtër. Selam aleikum. Rasulullah, 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 Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po takomi sërish në pjesën e dytë të takimit tonë të sotshëm, ku jemi duke folur për Ibrahimin alayhis salam, për Khalilullahin dashurin Allahu Teala dhe babën e gjithë pejgamberëve pas tij. Folëm për Ibrahimin alayhis salam, për vendlindjen e tij, folëm për gjendjen e popullit të tij në pjesën e parë të takimit të sotshëm dhe mbetëm në
çështjen kur Ibrahimi a.s. për t'i tregu popullit të vetë në ditën e fesës tyre të madhe se zotat e tyre janë që nuk dëgjojnë, nuk flasin, nuk japin dobi dhe nuk mund të bëjnë dëm, për t'u argumentu këtë çështje atyre, i goditi zotrat e tyre, i coptoi, i thërmoi zotrat e tyre, e pastaj kur pyetën kush e bëri këtë, tha, pyetni këtë madhin. Shkuan dhe e morën vesh se e ka bë Ibrahimi a.s. dhe shkuan për të taku me Ibrahimin a.s. Dhe Allahu Teala në lidhje me këtë çështje na tregon në Kur'an, surat Anbiya, për ajetit 51 deri te ai 70. Tregon Allahu Teala dialogun se çfarë ndodhi. Dhe kush mundet më mirë na tregoje se sa ai i cili është dëshmitar i robërve të vetë se Allahu Teala. Dhe Allahu Teala tregon atë ditë se çfarë ndodhi mes popullit mushrik edhe këtij djaloshi të ri por trim, i cili ishte i zgjuar dhe i cili ishte i vendosur në besimin e tij. I thanë, silleni atë që ta shohin se si i përmendte ata. Silleni atë që ta shohin njerëzit e dëshmojnë kundër tij. Bene këtu thënë, ta shohim këtë djalë. Kush është ky që na i ka thyer neve zotrat tanë dhe njerëzit vraponin për të shku dhe për të pa. Kush është ky që na i prishin faltore zotrat tanë? Dhe i thanë, ati veprove kështu me zotna tanë. Donin të shihnin se çfarë do të përgjigje ky djalosh. Doni ta friksonin me kësi pyetje provokative. Në mënyrë ironike, Ibrahimi a.s. u përgjigj atyne dhe tha ja. Tha, po këtë ka bot që ky më i madhi. Që ky zot që bëshine që të që e kini më të madhin, që ky i madhi ka marrë dhe i ka thërmu këta më të vegjlit. Pyetni ata. Pyetni këta të vegjlit që janë thërmu, thuj, kush ju ka myt juve? Kush ju ka thërmu juve? Kush ju ka thy? Kush ju ka coptu juve? Nëse mund të flasin. E ata fillun atëherë, thotë Allahu Teala, me ranë mendime. U kridhen mendime dhe i thanë vetë vetës, me të vërtet ju jeni të padrejtë. Pastaj e ulen kokën. Fillun me pashpërit vetën e vetë. Edhe thanë, po ti e di se këta nuk flasin. Si me turp disi flidin me Ibrahimin a.s. Ti po na thu pyti këta, po ti e di se këta nuk flasin. Këta nuk japin gjavab. E atëherë i tha, po pse në vend të Allahut të adhuroni diçka që nuk mund t'ju sel kur farë dobijas t'ju bëjt dëm. Atër kujni t'u adhuru, o populli jam. Po këta s'qenë kanë në gjendje me tregu dëmtusin e vetë, a kanë mi mbrojt juve për dëmtusve t'juja. Së është gjendje me tregu kur gjo për vete. S'po më i ka me fule. Po pse adhuroni ata që s'mund m'ju sjell kur farë dobija s'ju bëjnë dëm. Mjerë ju dhe mjerë ata që i adhuroni ju përveç Allahut. Pse nuk mlidhni mendjen. I pru në pozicion shumë të vështirë. U ambylli gojen dhe ishte të bimi madh krerët e tyne të popullit kur panë këtë gjendje se nuk kishin mënyrë për ta bind dhe për të arsyetu këtë çështje pse adhuronin, atë e përdorën metodën që e përdorin tiranët, zullumqarët, kur nuk kanë argumente logjike, kur nuk kanë argumente për të mbrojt të pavërtetat e tyne, atëherë e përdorin dhunën. Dhe çfarë bë? Atëherë thanë, qitnë në zjarëm dhe dheznë një zjarë të madhë, hudheni aty dhe mbytni këtë njeri. Mbytni, thanë, se ky ne i ka mytë zotna tonë, na do të ambysim në amën të rujtjes e zotrave tonë. Thanë, digjeni atë dhe hakmereni për zotat tuj nëse dëni të bëni diçka. Subhanallah. Ju hakmereni, tha, për zotin tuj. Abdul Muttalibi vërtet ishte mushrik gjyshi Muhamedit a.s. por kur erdhi breheja prej Jemenit me ushtrinë e vet dhe me elefantin për të shkatru Ka'bën e shejt, kur i tha ja kishin marrë devet e tij të cilët i kishin fushat për rreth Mekës, shkoi dhe i kërkoi devet e tij, i than ti po vjen me i kërku devet tona, ne ke marrë me shprish Ka'bën? Tha,
pronari i deveve, Zoti i deveve jamëne. Pronari asaj shtëpie, Zoti e mbron qabën. Abdul Muttalibi, mushrik, nuk beson të Allahun Taala që është i vetëm, bën të shirk Allahu Taala. Por ishte i mençur, e dinte se Zoti e mbron shtëpinë e vet. Dërsa këta u qunë, këta me mbrojt Zotin e tyne. Këta ishin ende më të palogjikshëm se dhe vet Abdul Muttalibi. Dhe menduan se këta do të hakmerën në emën e Zotit tyre. Dhe kështu edhe ndodhi. Fillun që në një grop që thua që ka qenë me përmasa gjigante, disa kanë përmend 40 me 50 metrë, disa kanë thënë edhe më madhe dhe më i thellë. Tu bënin drunj të shumë, tërë populli ishte i angazhuar që të binin në atë vend drunj dhe të dheznin një zjarr të papar deri atëherë, një zjarr shumë të madh, dhe donin që ta hudhnin në zjarrin më të madh që një herë për gjithmonë të liroheshin sipas tyre për armikut të zotrave tyre. Dhe ishte vërtet se ky ishte armik i zotrave tyre. Ishte Khalilullah, ishte mik i Allahut dhe armik i armiqve të Allahut Taala, i mushrikëve. E dhezën zjarrin e madh, por ishte problemi si me e qit këtë në atë zjarr. Atë shumë ishte dhez zjarri, atë shumë shonte nxehtësi për rreth saj, me ditë të tëra e kishin dhez, dhe me ditë të tëra e mbanin të dhezur pasi që e kishin qit Ibrahimin a.s. Dhe çfarë bënën? Thanë, si me e qitë tani, si me u afru. Atëherë vendosën që të bëni për herë të parë një gjë që se kishin bërë më parë popull, njëri prej tyre e bëri katapultin me ngjanik gjuhën arabe, i cili do të dërgonte dhe do ta qitte, keni pas sigurisht në për fotografi në mesjet dhe më parë apo në filmat të ndryshëm, kur gjujnë ngurës me katapult dhe i bombardonin ashtu në muret e kështjellave të ndryshme. Dhe e ndërtojnë për herë të parë një katapult, dhe këtë për Ibrahimin a.s. për ta gjujt Ibrahimin a.s. prej së largut në atë tub të madhe të drunjve dhe zjarrit. Meleku thuhet ka ardhur melek të ndryshëm dhe kërkuan për Allahu Taala që t'i ndihmonin Ibrahimit a.s. Khalilullah, dashurit Allahut, ishin qu krijesat Allahut me ndihmu dashurin Allahut Taala. Edhe meleku i shiut, edhe i reve dhe i hijes dhe gjitha donin me ndihmu Ibrahimit a.s. Allahu Taala tha, ky është Khalili, ky është i dashuria, unë do ta ndihmoj dashurin tim. Dhe çfarë tha Allahu Taala? Ja naru, kuni bardan wa salama, o zjarr, bëhu i ftoftë dhe shpëtimtar. Bëhu i ftoftë dhe shpëtimtar. Sikur që thënë mufesirat, Ibn Abbas radiallahu anhu dhe të tjerë, po ti kishte thënë Allahu Taala bëhu i ftoftë, do t'ishte mërdhi dhe do t'ishte ngri Ibrahimi a.s. Me po i tha bëhu i ftoftë dhe shpëtimtar. Dhe është interesant, ja lidhen durët dhe ja lidhen këmbët, që mos kep mundësi ta zgjidhe veten apo t'ik, friksohet që mos po ik pra ati grumbullit ma të drunjve që me ditë ishte të bu. Allahu Taala bëri që mes ati zjarit të jetë një vend i hijes. Dhe thua që Ibrahimi a.s. thoshte ditët më të mira të jetës i kam kalu ditë kur e mhudh në zjarr. Çfarë bani Ibrahimi a.s. kur e pa se po e hudhnin në zjarr, i parë matosën, pa përkrahi, pa fuqishëm, e vetëm një sende tha, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, më mjafton Allahu e sa mbrojtës i mirë që është Allahu Taala. Pa që lypin dimën Allahut. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sa herë që t'jesh në zër, sa herë që zullumqar dojnë me të bëjë zullum, thuj hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mjafton Allahu e sa mbrojtës i mirë është Allahu Azza wa Jall. Dhe Allahu i mjaftoi. Bile kanë thonë disa prej dietarëve, atë ditë zjarri nuk bënte punë tërë fytyrën e tokës, se Zoti ishte drejtu zjarrit dhe ka kishte zjarri ishte jo i nxehtë. Thuhet vetëm ka qenë
i nxehtë mja zgjidh pejt në dur dhe në kam për me zgjidh, dhe kishte dëshmu për këtë punë edhe baba vetë dhe nana vetë. Ishte habite dhe baba vetë dhe i tha sa zot bujar pas këti o Ibrahim, e dinte sa i nuk beson të zotrat e tij. E për nanën e vetë thuhet që kërkoi për Ibrahimit a.s. kur e pa djalin e vetë, atëherë reagoi instikti i nanës. Kur e pa për rinte thuhet se është kriju një bafqe me gjelbrim mes atij zjarrit të madh dhe e shihnin të tjerët se ati s'po i bën dëm. Dhe a dini sa ka qëndru? Është thënë që ka qëndru prej 40 deri në 50 ditë në atë vend. Me ditë, sa që gratë, edhe nëse smuheshin, thënin si që noshëm ko me shku, përsëri me bajt dru, ende shpresonin se ndoshta do të arrinin ta digjnin Khalilullahin dashurin Allahut Azza wa Jall. Në pas asaj, duli dashuri Allahu Taala pa therë në këmp. Pa mund që të dëmëtënin me asgjë. Dul në fladin e Allahu Taala, ashtu si shpremtoi Allahu Taala besimtarëve se do t'i bën të flat. Ibrahimit a.s. këtë bot ja bën i flat zjarmin, besimtarëve në ahiret do t'i bëj flat, që do t'i vendosë 7 grupe në hijen e vet. 7 grupe do t'jenë në hijen e Allahu Taala, kur do ta kenë 1 apo 2 mile mbi kokë dillin e tyre, mbi kokët e tyre. Ndërsa në këtë botë Allahu Taala e fladiti Ibrahimin a.s. i cili dul prej popullit të vet, kur e pa se nuk mund t'i bëjnë asgjë, atëherë u largu për ati popullit i pa dëmtuar, se tham mjafton Allahu dhe e kom brejtës të mirë të Allahu Taala, dhe Allahu e rujti Ibrahimin a.s. E gjatë rrugës shkoj në tokën e Harranit, diku në teritorin e Urfës, Turqisë së sotshme, dhe u taku me zullumqarin e madh të kohës së tij, Nemrudin, i cili edhe kërkoi që të takohoj me këtë njeri që i dul nami dhe emri i madh, se atë nuk e dëmtonte asgjë dhe sa i po adhuronte një zot tjetër, ai e konsideronte veten për zot. Çfarë ndodhi mes Ibrahimit a.s. dhe zullumqarit të kohës tij, Nemrudit a.s. Sot jemi në pjesën e dytë të takimit ton, ku jemi duke fol për babën e pejgamberve, për Ibrahimin a.s. Khalilullahin, të dashurin dhe mikun Allahu Taala, pas të cilit të gjithë pejgamberët dhe të gjitha shpallit të cilët erdhen ishin në pasardhësit e Ibrahimit a.s. Në takimin e kaluam folëm për fëmirinë e këtij pejgamberit të zgjedhur. Folëm për zgjuarsinë e tij që Allahu kishte dhënë zgjuarsi dhe prehtësi të logjikës, për atë se ishte refuzues për shirkun dhe kotësira dhe pabesimin që i bënte populli i tij. Edhe pse populli i vet besonte në idhuj dhe besonte në yje, ky qysh në fëmiri ishte i paknaqur me atë lloj të besimit, andaj edhe nuk pranoi atë besim, por e besoi Allahun që është i vetëm. Kjo i kushtoi me prishjet raporteve familjare me prindin e vet, me babën e vet, i cili ishte njeri i cili bënte idhuj, i bënte me dorën e vet dhe i shiste ato, ishte njeri idhujtar, pa besimtar, dhe si i till edhe mbet deri në fundin e jetës së tij, nuk besoi në pejgamberllëkun e Ibrahimit a.s. dhe as nuk e besoi Allahun që është i vetëm dhe se nuk ka rival, nuk ka shok. Pastaj i kushtoi me prishjen e raporteve tia me popullin e vet, për arsye se ata u armiqsuan atë shumë me Ibrahimin a.s. kur u atheu idhujt e tyre, u armiqsuan dhe u idhruan atë shumë sa që vendosën që njëherë për gjithmonë të eliminonin nga radhët e veta, duke dhezur zjarr të madh në të cilën e qiten njërin prej tyre, një vëlla të tyre, i cili nuk kishte kur farmkati përveç se i thriste njerëzit në tauhid, në besimin e pastër. Me ditë të tëra u munduan që ta dhezin atë zjarr të madh,
e pastaj me katapult dhe për herë të parë u përdor një mjet i tillë në histori të njerëzimit, e pastaj në mjeti i tillë do të përdorej me shekuj prej njerëzve për gjuajtur gurës dhe gjëra tjera të forta për të dëmtu muret e kështjellave dhe të ngjajshme. Po për herë të parë katapulti u përdor kur patën nevojë për ta qitë prej vendit të largët Ibrahimin a.s. në atë grumbull të madh të drujve që kishin vendosur me e djeg, me zjarr, po harrun se zjarri, uji, toka, qielli, era, dielli, hana dhe çdo krijesë tjetër Allahut është në sundimin Allahut dhe në urdhrin e Allahut. Dhe se asnjëra nuk i bindet përveç se vullnetit Allahut Ta'ala. Atëherë Allahu Azza wa Jall i tha zjarit, ja naru kuni bardan wa salama, o zjarr bëhu i ftoftë dhe shpëtimtar. Po ti kishte thënë Allahu Ta'ala vetëm bëhu i ftoftë, atëherë zjarri kishte pas mundësi, sikur që thot Ibn Abbas radiallahu anhu, që ta ngrinte Ibrahimin a.s. Por edhe i tha bëhu shpëtimtar, dhe ashtu ishte zjarri i cili në të cilin ishte qit Ibrahimi a.s. ishte shpëtimtar për Ibrahimin a.s. ndajti me ditë dhe me ditë, është thënë prej 40 deri në 50 ditë ka mbet në atë zjarr të madh pa u dëmtu se ishte nën fladin e Allahut Ta'ala, dhe Ibrahimi a.s. kishte thënë se ditët më të bukura të jetës time i kam pas në atë periudhë kur më kanë qit në zjarrin e madh. Dhe Ibrahimi a.s. përshëndetet me prind e vet, përshëndetet me popullin e vet dhe del për ati vendit. E besa dhe pa përshëndetje për arsye se detyrohet që të dele prej vendbanimit të tij, në të cilën Allahu Ta'ala i bëhej shirk. E merr rrugën Ibrahimi a.s. dhe dëgjon për ndodhin e tij një mbret i cili ishte i njohur si diktator dhe tiran i kohës së tij. Ishte, sipas shumë historianëve musliman, ishte ky Nemrudi, i cili si duket ka jetuar diku në territorin e Urfës, qytetit Urfa, që është në Turqinë lindore të sotit, në territorin e Turqisë lindore të sotit. Ky ishte i njohur për ashpërsinë e tij, ishte i njohur për shirkun e tij, e konsideronte vetin Zot dhe i detyronte njerëzit që të gjithë për rreth tij, ashtu siç bënte faraoni në kohën e Musës a.s. Edhe ky mendonte se është njeri i cili duhet të adhurohet. Dhe fuqinë e vet që kishte në dorë për t'i urdhëruar njerëzit, pasurinë që kishte në dorë, mendonte se ka marrë cilësi të Zotit. Dhe i kishte magazinat e mëdha të ushqimit, dhe i tërë populli nëse donte që të ushqehi, detyrohej të shkonte në magazinat e tija, të bënte shirk Allahut duke ju lut dhe për ul atij, duke pranuar se ai është Zot i tyre, e tek pastaj të merrnin të drejtën që të furnizoheshin me ushqimet e tyre të nevojshme për ta dhe familjet e tyre. E Ibrahimi a.s. nuk ishte njeri që i bindej kujt tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Andaj, kur dëgjoi Nemrudi se një djalosh në popullin e tij, në Babiloninë, në territorin e Irakut të sotshëm, kishte dalë dhe kishte refuzu idhujt dhe kishte dalë prej popullit të vet dhe thriste në një fe të re sipas tyre, atëherë kërkon që ta sillnin atë para tij. E sjellin Ibrahimin a.s. Disa tjerë kanë thënë se edhe Ibrahimi a.s. ka shku për të marrë ushqim dhe aty janë taku me Nemrudin. Por ajo që dihet është se Nemrudi si duket ka qenë sundimtar i cili ka jetuar edhe kohë të gjatë. Ka jetuar diku disa shekuj me radhë, është thënë që edhe deri në 400 vjet ka jetuar ky tiran dhe zullumçar, diktator, prej diktatorëve më të mëdhenj të historisë njerëzimit. Kur takohet Nemrudi me Ibrahimin a.s. Allahu Ta'ala na e përshkruan takimin e tyre. Dhe Allahu Ta'ala në surat Al-Baqara ajetin 258 na tregon edhe se si vajti
dialogu mes Ibrahimit a.s. dhe atij diktatori që ishte Nemrudi. Thot Allahu Teala: a nuk e dëgju ti për atë që u fjalës me Ibrahimin për Zotin e tij, kur Allahu ja kishte dhënë mbretërinë? A nuk e dëgju ti për Ibrahimin për Zotin e tij, që u fjalës me Ibrahimin? A nuk e dëgju ti, o Muhammed, për atë zullumçar që u fjalës me Ibrahimin a.s. për Zotin e tij? Sa njerëz sot, sa gazetar, sa në vende shohim njerëz të cilët fjalosen sot me xhallar dhe me musliman të sinqert për Zotin e tyre, dhe lypin argumentime, janë ateist apo laik e quajnë veten, dhe duhet polemizu me ta dhe debatu me ta për të argumentu se ligji i Allahut është i dobishëm për njerëzimin. Dhe Allahu Teala thot: a nuk e dëgju ti për atë që u fjalës me Ibrahimin për Zotin e tij, kur Allahu ja kishte dhënë mbretërinë? Me herë njerëzit kur vinë në pozita të larta, kur merr pozitë, e sheh se ky njeri fillon që të mburret dhe të mos shehe askënd përfundi i tij, dhe ndonjëherë aq shumë i rritet mendja sa që edhe mendon vetin Zot, sikur që ishte rasti i Nemrudit. Edhe pse Allahu ja kishte dhënë mundësinë që ai të ishte mbret i njerëzve, ai megjithatë u bë mend e madh dhe mendoi veten se kishte tipare hyjnore të Allahut Teala. Dhe filloi të polemizonte me Ibrahimin a.s. duke i thënë: kush është ai Zoti yt? Ti po i beson dikujt tjetër jashtë meje, o Ibrahim? Ti ke Zot tjetër jashtë meje? Ti mendon se ka dikush që e posedon fuqinë time? Ai e personifikonte fuqinë Allahut Teala, ai mendonte se Zoti duhet të përngjajë me krijesat e tij. Allahu Teala thot: leysa kamithlihi shay, Allahut nuk i përngjan asgjë. Kur Ibrahimi a.s. i tha: Zoti im është ai i cili jep jetën dhe vdekjen, filloi polemika, filloi debati. I tha: cili është Zoti yt? Ibrahimi a.s. tha: Zoti im është ai i cili jep jetën edhe jep vdekjen. Është Allahu që jep shpirt, është Allahu Teala që merr shpirt, është Allahu që na ka bërë që të lindim ne, por është edhe Allahu Teala që ka bërë që të vdesim ne, edhe çdo send e gjallë për rreth neve. Me po ky tiran që ishte vulo zemra e tij me kufër dhe me ndëmasi, çfarë tha? Ju përgjigj Ibrahimit a.s. dhe i tha: unë jap jetën dhe jap vdekjen. Mufesir duke komentu këtë ajet thanë: e kishte marrë dy ushtar të vet dhe njënin kishte urdhëruar që të vritej, e tjetrin e kishte lëshuar dhe kishte thënë: është i lirë. Dhe në këtë formë mendonte se ky po i jep diku jetë, ndërsa të tjetrit po a merrte jetën. I ngrat në logjikën e tij, sa i ngaft ishte në meditim ky tiran dhe ky zullumçar që ishte Nemrudi. Mirpo Allahu Teala është ai i cili krijon njeriu prej hiçit, e pastaj edhe e rikrijon dhe e rikthen përsëri prej dhëut për të ringjall, për të taku me Zotin e vet dhe me të kaluarën e vet, për dhënë llogari për të kaluarën e vet njeriu. Çfarë i tha Ibrahimi a.s. kur e pa këtë njeri se në këtë mënyrë po mendon, atëherë ja parashtroi një pyetje e cila për ta nuk kishte përgjigje. Dhe është vërtet se nuk ka përgjigje. Çfarë i tha Ibrahimi a.s. I tha: Allahu bën që dielli të lind nga lindja, andaj ti bëne që të lind nga perëndimi. Ky diell që po na lind, neve shohim se vazhdimisht lind prej lindjes. E bëre ti që të linde prej perëndimit. Nëse je Zot, atëherë bëhu rival Allahu Teala. Allahu Gjellëshanu në ka kriju ne dhe në ka kriju çdo send që është për rreth neve, me diell, me han, me tokë, me yje, me planete tjera dhe krijesa tjera. Çdo send është në sundimin e tij. Mirpo ja që ky i ngrat mendonte se ky e kishte fuqinë e Zotit. Kur ja parashtroi këtë pyetje për një send që ai nuk kishte mundësi ta ketë nën kontroll, sikur që ishte dielli, dhe i tha: Zoti im e lind diellin prej lindjes, këtu ku po e sheh. Ti nëse je Zot, bëne që dielli të lind prej perëndimit. Në anën e kundërt. E konsideron vetë rival? Po. E atëherës trego edhe me fuqi se vërtet posedon ti këto
fuqi mbi natyrore të cilët je duke pretendu, dhe fuqi hynore. Atëherë mohusi, sikur që thot Allahu Teala, u hutu. E Allahu nuk do t'i udhëzoj zullumçarët në rrugën e drejtë. Mohusi, kafiri, ky zullumçari, ky mbreti, u hutu kur dëgjoi këtë pyetje. Çfarë përgjigje t'i jepte Ibrahimit alayhis salam? Mbet dhe nuk diti dhe s'ke mundësi me dhënë përgjigje, për arsye se nuk është në dorë të njeriut lëvizja e planeteve, por është në duart e Allahut Azza wa Jall dhe në vullnetin e Allahut Taala. Dhe tërë këtë që po e shohim mbi kokat tona, këto yje dhe këto planete me teleskopat gjigant, nuk është asgjë në madhështinë e krijimit të Allahut Taala. Ky është qielli i parë. Dhe sa mbi të janë edhe 6 kat qiell, e pastaj është det, dhe largësia mes gjithave ndërmjet është 500 vite udhëtimi. Allahu Teala është më i madhi, në cilin çdo send ekziston me vullnetin e Allahu Teala. Dhe kështu me mbrojtjen e Allahu Teala, Ibrahimi alayhis salam del triumfues për këtij takimit, dhe po ashtu Allahu e ruan që ky mos të mbyste Ibrahimin alayhis salam, por megjithatë e pranon që të del i gjallë prej takimit që kishte bë me këtë mbret. Por thuhet se nuk i dha ushqimin për cilin ishte shku, por Allahu Teala ja kompenzoi Ibrahimit alayhis salam me begati shumë më të mira se sa që mendoi se do t'ja jepte Nemrudi, sikur që u jepte të tjerëve. Po ashtu kemi një ndodhi tjetër të Ibrahimit alayhis salam, që kur u kthy, vendosi që një herë për gjithmonë të largohej prej vendit vet, dhe vendosi që të bënte hijret, që shpërngulej prej Babilonisë, prej vendbanimit të vendlindjes së vet dhe vendbanimit të popullit të tij, dhe vendosi që shpërngulej për një tokë të bekuar sikur që ishte toka e Shamit. Dhe Allahu Teala thot, e Ibrahimi alayhis salam tha, unë po du të shpërngulem te Zoti im, se me të vërtetë ai është i plot fuqishëm dhe është i urtë. Ai vendosi që shpërngulej, dhe ju pështet Allahu Teala, dhe Allahu Azza wa Jalla mësoi se ka duhet të shkonte ky rob i zgjedhur i tij. E Ibrahimi alayhis salam u drejtu drejt Shamit, u drejtu drejt tokës së Tejmenit, por e gjetë se ishte një thatësi e madhe, ishte një uri e madhe, dhe për mirëqenien e vet dhe të familjes së vet u detyru që të vazhdonte shpërnguljen e tij deri në tokën e Egjiptit të sotshëm, në të cilën po ashtu edhe atjene ishte një mbret i zullumçar. Kur e pan ushtarët e atij mbretit se kishte ardhur një njeri, e pranë tij ishte edhe gruaja e Ibrahimit alayhis salam, Sara, e cila nuk kishte fëmijë, ishte sterile dhe jetonte, apo më mirë të themi bashkëjetonte vetëm me Ibrahimin alayhis salam, dul lajmi se kishte ardhur një huj në tokën e tyre dhe se ishte vendos në tokën e Egjiptit. Por Ibrahimi alayhis salam e kishte gruan, sikur transmetimet shumëta që kanë ardhur, kishte gruan Sarën shumë të bukur. Thuhet që femra më e bukur në fytyrë tokës ka qenë nana e njerëzimit, Hava alayhis salam. Ndërsa pas saj thuhet që s'ka pas bukuri më të madhe dhe më të bukur pas Havës se sa që ka qenë bukuria e Sarës, gruas së Ibrahimit alayhis salam. Kur dëgjuan për këtë çështje, ata vendosën që t'ja marrin gruan Ibrahimit alayhis salam dhe t'ja dërgonin sunduesit të tyre. Dhe e pyetën, kush është kjo? Ibrahimi alayhis salam u përgjigj edhe u tha, është motra ime. E pastaj i tha gruas, nëse vin dhe të pyesin, thuaj se je motra ime. Dhe thot pejgamberi alayhis salam në hadith, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vetëm 3 herë kishte gënjur Ibrahimi alayhis salam në një me ajetet e Kuranit, kur kishte thënë jam ismut, ditën e Bajramit të popullit vet që kishin shku me festu, nuk ju ishte bashkangjit atyne në kotësirën e tyne, në devijimin e tyne, por kishte thënë se jam ismut. Pastaj herën e dytë, kur kishte thënë,
ky i madhi i ka godit këta idhujt e vegjël, dhe herën e tretë kur vendos që të ndryshojë realitetin dhe thotë për gruan e tij Sarën se e kishte motër në mënyrë që t'i shpëtonte zullumit të atij mbretit. Por megjithatë, ai mbret vendos që t'ia merr gruan, Sarën alayhis salam. Dhe kur e marrin ushtarët gruan e Ibrahimit alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam bën dua te Allahu azza wa jall që ta ruante prej sherrit, që ta ruante trupin dhe nderin e gruas së tij. Allahu Taala asnjëherë nuk i refuzon duat e pejgamberëve të vet. Dhe kur u fut në dhamë ku ishte ai mbret zullumçar i cili dëshiron të prekte nderin e Sarës, Sara alayhis salam kishte marr abdest dhe i kishte fal 2 rekate namaz ku i kishte lut Allahun Taala dhe i kishte thënë: o Zot, ti e din që unë jam gruaja e robit tënd të zgjedhur Ibrahimit alayhis salam dhe se jashtë Ibrahimit alayhis salam kush nuk ka pa trupin tim. Andaj më ruaj edhe sot prej zullumit të këtij zullumçarit. Dhe në momentin kur ky dëshiron që të prekë nderin e saj, Allahu Taala bën që ai të mbetej i shtangur aty, e sipas disa transmetime edhe t'i zihej fryma. Dhe fillonte që të përpëlinte me kam, se ishte nxan fryma dhe nuk kishte mundësi dhe i hapeshin syt sa prej dhimbjes që ndinte, për ati shtrëngimi që ndinte. Atëherë i thoshte: lute Zotin le të më liroje se nuk do të preki me dorën time. E kjo i lutej Allahu Taala. Pastaj ai shkelte premtimin e vet, dhe kjo është precisive të kafirave jo muslimanëve. Sa herë që bëjnë marrëveshje me muslimanët, në momentin kur ata kanë ndonjë dobi dhe interes dhe mendojnë se janë më të fortë se muslimanët, shkelin në fjalën dhe besën e tyre, dhe kjo është precisive dhe të dyftyrshave dhe munafikëve, të cilët nuk majnë fjalën e tyre dhe kur premtojnë tradhtojnë. Dhe përsëri u vërsul Sarës alayhis salam, por Allahu Taala përsëri e bëri të njëjtën gjë, që ai të shtange dhe t'i zihej fryma, dhe fillon të përsëri të lëvizte me këmbët e veta duke i mshu tokës, dhe kërkoi përsëri që të bënte dua. Kur bani dua Sara alayhis salam, e cila thoshte: friksohesha se nëse do të mbytej ky këtu, do të vdiste prej këtij shtrëngimit që Allahu Taala i bënte atij, atë friksohesha se mos ndoshta ushtria e tij do të mendonte se unë kam mbyt e pastaj të më dëmtonin mua edhe Ibrahimin alayhis salam. Dhe i lutej Allahu që Allah i të largonte atë gjend. Dhe kur Allahu Taala i largonte atë gjendin në të cilën ai gjindej, atëherë për herë të tretë përsëri ju vërsul Sarës dhe përsëri e gjeti të njëjta gjë. Kërkoi përsëri prej Sarës që të lirohej. Kur bani herën e tretë dua te Allahu Sara alayhis salam që Allahu ta lironte për asaj gjendje, i thiri ushtarët e vet dhe tha: largomani prej këtuhet, ju nuk më keni sjell femër, po më keni sjell shejtan, më keni sjell dreq i cili duket në formën e njerit, po ka fuqi jashtëtoksore dhe më bën që unë të shtangëm. Largomani mu nga pallati im këtë femën, e cila duket në formën më të bukur, po në realitet që ka shejtan dhe e dëmshme për mu. Por njëjtën kohë, prej frikës që kishte prej Sarës, urdhron që t'i japin edhe një shërbëtore, t'i japin edhe një hizmeçare, spaku që të ndahet e kënaqshme prej atij pallatit. E Ibrahimi alayhis salam gjatë asaj kohë kishte qenë namaz, kur erdhi Sara e gjet burrin e saj Ibrahimin alayhis salam namaz dhe i tregoi për ndodhin, por Ibrahimit alayhis salam Allahu ja kishte treguar të ngjarjen. Bile disa kanë thonë kishte hek perden dhe kishte pas situatën edhe brenda pallatit se çfarë po ndodhte, por vazhdimisht namaz i lutej Allahu Taala që ta ruante nderin e saj, nderin e kësaj muslimane, e cila ishte e vetme në rrezullin toksor në kohën e Ibrahimit alayhis salam, që e njehte Zotin që është i vetëm dhe se vetëm ai duhet adhuruar. Në këtë formë shpëton edhe prej zullumit të dytë. Desa se çka ndodhi me Ibrahimin alayhis salam në një rast tjetër, kur Ibrahimi alayhis salam
kërkoj për Allahu Teala t'i tregonte se si ringjallte të vdekurit dhe për disa cilësi tjera të Ibrahimit a.s. dhe se ku vdiq. Për këtë inshallah do të njoftohemi pas një shkputje të shkurtër. Rrini me ne. Selamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nderuar miqja, ku jemi në pjesën e dytë të takimit tonë të sotshëm, ku jemi duke folë për Ibrahimin a.s. dhe ku folëm për disa ndodhi që i ka ndodhur Ibrahimit a.s. me mbretin e madh zullumçar, me mbretin Namrudin, i cili ka jetu në Sham, ose më mirë themi në territorin e Turqisë së sotshme, në Urfa, si edhe takimin e tij që e pat me mbretin e Egjiptit, ku pat problem se u kërku nderi i tij, nderi familjar, u kërku gruaja e tij, por me ndihmën e Allahut Teala që të dy këto sprova i kaloj me sukses i dashuri i Allahut Khalilullah Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. kishte kërku për Allahut Teala një ditë që t'i tregonte Allahut Teala se si po i ringjallte të vdekurit, jo pse nuk ishte besu. I kishte thonë Allahut Teala, afala tu'min, Allahu e pyeti dhe i tha, a nuk po beson? Qala bala, tha po si ja Rab, mirë po liyatma'inna qalbi, që të më qetësohet zemra. Dija dhe bindja e fortë për një gjë quhet ilmul yaqin në gjuhën arabe. Por të shohësh një send me sytë tu është ainul yaqin, dhe kjo është shkalla më e lartë e bindshmërisë. Ibrahimi a.s. deshti që t'jetë në një shkallë të tillë që me sytë e vetë të shehte madhninë e Allahut Teala se si po i ringjallte të vdekurit. Allahu Teala në lidhje me këtë çështje, Allahu Azza wa Jall e urdhëroi Ibrahimin a.s. që t'i merrte 4 zogj, sikur që na tregon Allahu Teala në surat Al-Baqara ajeti 260. Dhe kur Ibrahimi tha, o Zoti im, trego se si i ngjall të vdekurit, ai tha, nuk po beson. Tha, po besoj, po si, por dëshiroj që të më qetësohet zemra. Atëherë Allahu i tha, e pra merri 4 zogj, prej ata dhe në qëto kodë vënë nga një copë prej tyne, e pastaj thriti ata, e ata do të vinë duke nxitu, dije se Allahu është i fuqishëm dhe i urtë. Allahu Azza wa Jall e urdhroi Ibrahimin a.s. që t'i merrte 4 zogj, që t'i coptonte ata, t'i merrte dhe t'i përzinte mishnat e tyne, t'i merrte dhe t'i përzinte pendlat e tyne, dhe sipas disa transmetimeve, kokat e tyre t'i mbante në durt e tij, e pastaj në 4 kodra të ndryshme t'i shpërndante kështu mishnat dhe copat e mishit të tyre të përzier. E pastaj Allahu Teala do t'i thoshte këtyne, bashkohuni, e atëherë do të bashkoheshin me urdhrin e Allahut Teala. Dhe kështu edhe ndodhit, nderuar miq, që çdo se ndodh me caktimin e Allahut Teala, pasi që i përziti gjithë copat e mishnave të tyre të zogjve dhe pendlet e tyre, Allahu Teala e tha, sicilës pjesë të kthehej në trupin e saj, bashkohuni, filluan prej njënës kodër të shkonin copat në kodër tjetër, prej asaj të vinin këtu, prej tretës të shkonin atje, të katërtën, në secilën kodër për cilëshin copat e mishit dhe ktheheshin trupin e tyre, dhe po ashtu pendlat e secilit zog prej njënës kodër barteshin në kodrën tjetër. E pastaj të gjithë vrap erdhen, jo duke fluturu, sikur që kanë thënë mufesirët, por të gjithë erdhen duke nxitu tek Ibrahimi a.s. duke vrapu dhe u të bun para këmbëve të tij, e thua që ky pastene e vendosi kokat në trupin e tyre dhe me lejen Allahu Teala përsëri u bën zogj, sikur që ishin edhe më parë. Në këtë mënyrë u bë zemra e Ibrahimit a.s. edhe më e qetë dhe e pa madhrinë e Allahut të vetë, Zotit gjithësisë, i cili na krijoi neve prej hiqit, e pastaj edhe do të na rikthejë neve në ditën e gjykimit. Ibrahimi a.s. është i pari i cili u bë sunet. Dhe ka në hadithin
që transmeton Imam Bukhari në Sahihun e tij, që në moshën 80 vjeçare për herë të parë me kadum, me një sakic të vogël, me një sapat të vogël, kishte bë vetin sunnet dhe ishte pastru me urdhën të Allahu Teala, dhe pra asaj kohe çdo herë muslimanët deri në ditën e gjykimit e kryin këtë vajib, këtë obligim, se kështu i kishte mësu Ibrahimi alayhi salam. Edhe në këtë formë edhe u përcoll edhe në umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe Ibrahimi alayhi salam është i pari edhe që kishte pastru edhe vendet e turpshme të tija dhe nënsjetullat e tija, dhe kishte bërë shkurtimin e mustaqeve, lëshimin edhe mosprekjen e mjekës. Të gjithë pejgamberët e Allahu Teala pa dallim që të gjithë kanë pas mjekër. Por kohën e Ibrahimit alayhi salam u urdhëroi shkurtimi i mustaqeve. Dhe na mësoi edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam që 10 gjana janë prej natyrshmërisë së njeriut. Çka do thotë natyrshmëria e njeriut? Nuk është interesant i thu dikuj kam pa dikant i ka prej thojt. A di çka kom pa sot? Ha çka ke pa? Kom pa njëri sot i ka prej thojt. Po është gjë e natyrshme që njerëzit i prejnë thonjet e tyre. Është gjë e natyrshme që njerëzit i shkurtojnë mustaqet e tyre. Është e pa natyrshme kur dikush i bën 40 cm, 50 cm, është shumë mustaqet e mëdha, por që dikush i ka shkurtuar dhe i ka hequr është gjë e natyrshme. Dhe prej kësaj natyrshmërie është po ashtu edhe lëshimi i mjekrës, është gjë e natyrshme dhe kështu ka qenë gjithnjë deri vitet e fundit kur ka mbretëruar edhe komunizmi në trojet tona. Sot është e panatyrshme që dikush të mbajë mjekër, ndërsa është e natyrshme ajo e panatyrshme që dikush të harron mjekrën e tij. Në një hadith që transmeton Imam Muslimi, Abu Davudi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Majah, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 gjëra janë prej natyrshmërisë së njeriut. Cilat janë këto ja Rasulullah? Thot shkurtimi i mustaqeve, lëshimi i mjekrës, përdorimi i misfakut, do thot larja e dhëmbëve, shpërlarja e hundës me ujë, prerja e thonjve, larja e nyjeve të gishtrinve, largimi i qimeve nga nënsqetullat, ruarja rreth organeve të turpshme dhe pastrimi pas kryerjes së nevojës. Këto janë gjërat e natyrshme që çdo njeri në jetën e vet duhet të marrë higjienën e tij personale. Para mira vjetëve këtë bënte edhe Ibrahimi a.s. ky pejgamber i Allahut, i cili kur do të ringjallën njerëzën ditën e gjykimit, i pari do të jetë, siç thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij, i pari do të jetë i cili do të vishet. Të gjithë neve do të ringjallemi pa tesha, sikur ditën që na kanë lind nënat tonë. Dhe Aisha e pyeti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i tha ja Rasulullah, si burrat dhe gratë të gjithë së bashku do të jenë të zhveshur? Tha qasti është shumë më i madh, ja Aisha atë ditë. Momenti është aq i vështirë sa që askuj s'ka më rënë mend të shiqojë askënd pran vetes. Se nuk e di se çfarë përfundimi do të ketë tani kur do të jep llogari para Allahut Teala. A do të përfundojë me të mirët në xhennet apo do të përfundojë me të këqinjet në zjarrin e dhimbshëm të xhenemit? Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam na tregoi se për Ibrahimin alayhi salam neve duhet të lutemi si ummet i tij. Deri në ditën e Kiametit neve namazet tona lutemi për Ibrahimin a.s. sikur që lutemi për Muhammedin a.s. dhe nuk bëjmë dallim në namaz. Si lutemi? Thanë sahabat, ja Rasulallah, Allahu Teala ka urdhëruar që të çojmë salavat ndaj teje. Si neve të çojmë salavat ndaj teje? Tha Muhamedi a.s. thuni, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Zot, mëshiro Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe familjen e tij, sikur që e ke mëshiruar dhe mëshiroje Ibrahimin alayhi salam dhe familjen e tij. Pastaj Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, o Zot bekoje Muhammedin alayhi salam dhe familjen e tij, sikur që e ke beku dhe bekoje Ibrahimin alayhi salam dhe familjen e tij. Deri në ditë Kiametit neve vazhdojmë namazet tona që të bëjmë dua edhe për Muhammedin alayhi salam, edhe për Ibrahimin alayhi salam, edhe për gjyshin, edhe për stërnipin për Muhammedin a.s. Për arsye se prej gjyshrave të parë të Muhammedit a.s. është Ibrahimi a.s.
të cilin e kishte pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natën e Mirajit dhe ishte taku me tëne. E kishte pa të pështetur në Beitul Ma'mur, në qiellin e 7, e cila është një qabe, sikur që e kemi qabën neve në fytyrë të tokës, Beitul Ma'mur është në qiellin e 7. Ku thot pejgamberi sa për çdo ditë futen tënë nga 70.000 me laçe dhe më kur nuk kthehen deri në ditën e gjykimit. E kishte taku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E kishte taku edhe Musa alayhis salam edhe Isa alayhis salam. Për Musa alayhis salam kishte thënë se ishte i madh, i fuqishëm, flok kaçorrela dhe ishte zeshkan, dhe sa për Isa alayhis salam kishte thënë se kishte lëkurën e bardhë dhe ishte flok kaçorrela dhe se ishte i gjanë, ishte i madh. Dhe sa për Ibrahimin alayhis salam kur e pyetën, po Ibrahimi alayhis salam si dukej, tha sikur këtë që po e shihni para juve. Muhamedi alayhis salatu wassalam ishte i ngjajshëm me gjyshin e vet Ibrahimin alayhis salam. Do thot Ibrahimi alayhis salam ka pas ngjajshmëri shumë me njërin më të mirë të qitur në fytyrë të tokës, me Muhammedin alayhis salatu wassalam. Dhe Ibrahimi alayhis salam ka vdek diku 140 kusur vjet, disa kanë thënë 107 kusur, e disa thanë edhe 200 vjet jetoi Ibrahimi alayhis salam. Dhe vdiq dhe u vorros në tokën e Shamit, në vendin e quajtur Khalil, në territorin e Palestinës së sotshëm. Dhe sot e kësaj dite ai qytet quhet në emër të Ibrahimit alayhis salam Khalil, dhe inshallah kështu do të mbetet edhe deri në ditën e Kiametit. Edhe pse nuk kemi hadith se mu aty në është vorë Ibrahimit alayhis salam, megjithatë edhe Ibn Kathiri para sa shekujve ka përmend libër të vetin, edhe Imam Tabariu, edhe shumë historian të tjerë musliman tregojnë se brez pas brezi është transmetuar që Khalili në territorin e Palestinës së sotshëm është vendi ku ka vdek Ibrahimi alayhis salam, të cilën e lusim Allahun xhalla shanu ta ketë mëshiru këtë pejgamber të madh, dhe lusim Allahun taala inshallah që të na takoje me të ditën e gjykimit. Ne inshallah do të takohemi përsëri takimin ton të radhës kur do të folim për djemt e këtij pejgamberi të madh, për Ismailin alayhis salam edhe për Ishakun alayhis salam, e deri në takimin ton të ardhshëm mbetçi mirë dhe me shëndet të plot dhe me iman të plot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.